Mos u nervozo. Ebu Hurere, radiallahu anhu, transmeton se një person erdhi tek i dërguari Allahut alayhis salam dhe i tha: "Më këshillo." Ndërsa profeti alayhis salam i tha: "Mos u nervozo." Më pas, personi e përsëriti dhe disa herë kërkesën e tij, por i dërguari Allahut alayhis salam i tha të njëjtën gjë: "Mos u nervozo." Nervozizëm do të thotë humbasësh veten dhe të dalësh nga gjendja normale si pasojë e cytjes së shejtanit. Aq sa në këtë gjendje njeriu thot fjalë të këqija dhe bën vepra të shëmtuara, të cilat janë të ndaluara nga feja. Madje Allahu na ruajt, ndonjëherë mund të shkojë deri në mohim. Të gjendja e shprehjes së miri kjo fjalë popullore e cila thot: "Kush ngrihet i zemëruar, ulet i dëmtuar." Siç e kemi thënë dhe më lart, eliminimi i shkakut nënkupton edhe eliminimin e rezultatit. Përjetoj, ruajtja nga nervozizmi dhe zemrimi parandalon shumë rreziqe që mund të lindin si pasojë e tyre. Ky është edhe shkaku që i dërguari Allahut alayhis salam sahabit që i kërkoi këshill, i tha me këmbgulje: "Mos u nervozo." Këtu duhet të ndalemi pak për të kujtuar se i dërguari Allahut alayhis salam atyre që i kërkonin këshilla, i këshillonte sipas temperamentit dhe kapaciteteve të tyre. E të ndryshe, ai këshillonte ata në aspektet ku ata kishin më tepër mangësi. Ky sahab, për identitetin e të cilit nuk kemi informacion, sado që nguli këmbë, nuk mori dot asnjë këshill përveç përsëritjes: "Mos u nervozo." Ky fakt të bën të mendosh se ai sahab duhet të ketë pasur ndonjë temperament që ne blikoset lehtë, mbase edhe për gjërat më të vogla. Prandaj kjo këshill e profetit ton alayhis salam i drejtohet të gjithë muslimanëve që kanë një temperament të tillë. Në disa prej transmetimeve të këtij hadithi, mësojmë edhe disa arsye të këshillës: "Mos u nervozo." Për shembull, në njërin prej tyre thuhet: "Mos u nervozo, sepse nervozizmi i prish ndjenjat dhe sjelljet." Ndërsa në një transmetim tjetër thuhet: "Mos u nervozo dhe hyr në xhenet." Ktu shihet qartë se sa më rëndësishme është kjo çështje. Mësimet që nxjerrim prej hadithit. Nervozizmi e shtyn njeriu të thotë fjalë të bëjë vepra për të cilat pendohet më vonë. Edhe i dërguari Allahut alayhis salam ka pasur raste që është nervozuar kur janë shkelur kufit e Allahut, por kjo ka qenë për shkaqe të arsyeshme dhe jo temperamenti i profetit alayhis salam. Ebu Hurere radiallahu anhu transmeton se i dërguari Allahut alayhis salam ka thënë: "Besimtarit dhe besimtares nuk i ndalen problemet në veten e tyre, në fëmijë dhe në pasuri, derisa të takohen me Allahun pas një gjuna." Pasi është bërë qartë domosdoshmëria e durimit, dobia e tij dhe se çfarë duhet të bërë në momentet e zemrimit dhe nervozizmit, kur është më e vështirë të tregojë durim, me anë të këtij hadithi na bëhet e ditur se të gjitha këto nuk kanë për qëllim të ndalojnë plotësisht problemet dhe fatkeqësitë, por theksohet se besimtarit dhe besimtares nuk do t'i mungojnë kurrë provat si sëmundjet, vdekjet, mospërballimi i nevojave, papunësia, gjendjet e dëshpëruara të prindërve të moshuar, humbje pasurisë të tjerë. Por nëse ata bëjnë durim, tos prova do të jenë shkaqe të pastrimit të tyre nga gjunahet. Kështu, edhe një herë vjet në pa, veçoria që kanë problemet dhe fatkeqësitë në pastrimin nga gjunahet dhe faljen e gabimeve, ndërsa shprehja derisa të takohen me Allahun ka për qëllim vdekjen. Pra këtu bëhet e qartë se çdo musliman do të përballet me probleme dhe fatkeqësi derisa t'i vijë vdekja. Prandaj është e domosdoshme të jemi të përgatitur për këtë. E në fakt, kjo është një domosdoshmëri e natyrshme e jetës. Dhe detyra kryesore e çdo muslimani është t'i kthejë të gjitha këto situata në favor të vet duke bërë durim. Kjo botë është vendi i provave. Njeriu sprovohet në forma të ndryshme në këtë botë. Mirë po qëndrimi që duhet të mbajë një musliman përballë këtyre provave është vetëm durimi. Zotin e lutim të na jap durim. Amin.